Muaji Rabiul Awwal nuk është thjesht një muaj në kalendarin hënor, por është një rikujtim drejt historisë islame dhe ftesa që të ndalemi për çast, për të medituar mbi rrugën që ne duhet të ndjekim. Në këtë muaj, zemra e besimtarit përjeton një ndjenjë të veçantë, afërsie me vlerat që kanë formësuar identitetin e umetit islam ndër shekuj. Rabiul Awwal na fton të rikthehemi te vlerat e vërteta, të forcojmë lidhjen tonë me Allahun dhe të ndërtojmë marrëdhënie më të mira me njerëzit që ne na rrethojnë. Ky muaj na kujton se çdo fillim është një mundësi e re për të ndryshuar, për të reflektuar dhe për të ecur përpara me më shumë besim dhe përkushtim.